Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Sot inshallah do ta fillojmë një temë 3 ku fatvat e dietarëve rreth çështjeve që kanë bëjnë me syfyrin dhe iftarin. Sfari është tema rreth syfyrit dhe rregullat e syfyrit. Po për këtë është pyet dietari i madh Ebu Botain, Allahu mëshiroft, dhe ka thënë që syfyri është sunet. Edhe nëse hanë shumë pak ushqim të syfyr. Po më shumë syfyr është e pëlqyeshme dhe është sunet, edhe nëse hanë shumë pak ushqim. Po që shka në hadithën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, "Walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma'." Po më shumë syfyr, edhe nëse dikush prej juve e pin vetëm një klënk ujë, kurrë më shumë. Pra është sunet që sa do pak më shumë dhe me hangër syfyr. Kurse dietari i madh Ibn Bazi, Allahu mëshiroft, është pyet, ka thënë, nëse një njeri flan para syfyrit në Ramazan, edhe ka një të më shumë syfyr, po kur ti del gjumi gjatë natës, më shumë dhe me hangër syfyr. Mirë po thot nuk i ka dal gjumi, derisa ka ardhur sabahi. A është agjërimi tina i sakt? Ka thonë po, agjërimi tina është i sakt, për arsye se syfyri nuk është kusht për saktësinë e agjërimit. Syfyri, pra më shumë me hangër buk, syfyr nuk është kusht për saktësinë e agjërimit. Mirë po është vetëm mustahab, është e pëlqyer, e preferuar në Islam, se pejgamberi sa ka thonë, "Tasahharu fa inna fi as-sahuri baraka." Zgjoni syfyr, po hani syfyr, se në syfyr ka bereqet. Kjo hadith është muttafaqun alayh. Ibn Gjibrini, Allahu mëshiroft, është pyeta, ka thonë, a është syfyri obligim, edhe çka është qëllimi me këto fjalë pejgamberit sa kur ka thonë, "Fa inna fi as-sahuri baraka." Në syfyr ka bereqet. Fat spari do thot syfyr është, ose që shuhet arabisht sahur, është ai ushqimi që hahet para kohës kur ndërprehet ngrënia e ushqimit. Pra ushqimi që hahet para imsakut, pra para se me ndërprej ngrënia e ushqimit, para se me filluar agjërimin. Thotë kjo nuk është obligim, mirë po është mustahab, është e pëlqyeshme. Argument për këtë thot janë fjalët e pejgamberit sa që ka thonë, "Tasahharu fa inna fi sahuri baraka." Çohen syfyr, edhe hani syfyr, se në syfyr ka bereqet. Këto fjalë të pejgamberit sa edhe pse kanë ardhur në mënyrë urdhnore, tasahharu, po dihet që në Islam kur janë urdhë pe Allah ose pe pejgamberin sa tregon obligueshmëri. Mirë po këtë rast këto thotë janë vetëm si udhëzim. Po është udhëzues pe pejgamberin sa jo që tregon obligueshmëri. Pse? Për arsye se pejgamberi sa thotë këto e ka shpjeguar, e ka sqaruar, edhe e ka kurzuar me bereqet. Po zgjoheni se në syfyr ka bereqet. Jo që është obligim, mirë po ka sqaruar pse mos zgjohet. Po e ka kurzuar, e ka sqaruar to pse do të mos zgjohet në syfyr, pse aty ka bereqet. Po edhe bereqeti është hajri i shumt. Po fjala bereqet do thot me pas hajr, me pas mira të shumta. Ose shumësia e hajrit. Pra shumësia e hajrit. Po gjithashtu është transmetuar që pejgamberi sa donjëherë ka vazhduar agjërimin. Po qëllimi është që ka bëu wisal. Wisal do thot nuk është zgjuar syfyr. Pra ka vazhduar agjërimin prej ditës në ditë, edhe sot zgjuhet syfyr me hangër syfyr. Sot kjo tregon që nuk është obligim mos zgjuar syfyr. Për haditheve tjera është thotë që pejgamberi sa i ka urdhëruar sahabët që mos zgjuan syfyr edhe nëse hajnë vetëm një hurme ose pini gotë qumsht. Pra në zgjohen syfyr edhe nëse hanin vetëm një hurme, po e peni një gotë qumsht. Po qëllimi i këtij hadithit pejgamberi sa ka dashur ju tregu sahabëve që jo nëse doni me plotësuar pasimin që çdohet dispozitave të Allahut, atëherë zgjohen syfyr edhe nëse hanin vetëm një hurme ose e pini një gotë qumsht. Kjo tregon që kjo punë është e pëlqyeshme, por vetëm mustahab, nuk është obligative. Pastaj thot pejgamberi sa ka thonë, "Faslu ma bayna siyamina wa siyami ahli al-kitabi aklatu as-sahar." Dallimi mes agjërimit tonë dhe agjërimit të ahli al-kitabit, pasuesve të librit, është ushqimi që hahet në syfyr. Po ky është dallimi mes agjërimit tonë dhe agjërimit të ahli al-kitabit. Atë kurse qëllimi me bereqet që në këtë hadith pejgamberi sa është se ai i cili zgjohet syfyr dhe han ushqim, Allah subhanahu wa taala pastaj e begaton ato, apo e bekon në veprat e tina. Po Allah subhanahu wa taala jep sukses që nesër mend kur është agjërueshëm me bë vepra të shumta të mira.
Pra arsye se thot agjerimi nuk i vështirësohet atij, ose nuk i rëndohet. Nëse han syfër, atëra agjerimi nuk i rëndohet, apo agjerimi nuk e rëndon ato prej punëve të mira. Po mi kry namazet në kohë, me shtupje nafileve, me shtupje dhikrit Allah subhanahu wa taala, urnit për të mirë, ndalimin nga keqja kështu me radhë. Do thot nëse dikush e lën syfyrin, nuk ka ushqim syfër, atëra agjerimi e rëndon ato, edhe nuk mundet me kry çdo veprat e mira. Pra arsye se nuk do thot nuk ka hangër ball. Nuk e ka do thot barkun e ngopur. Pastaj Ibn Xhamini gjithashtu është pyet ka thënë se cilat janë ushqimet që preferohen për muslimanin me bë iftar me to. Atëherë ka thënë më së miri është që njeriu me bë iftar me rotab. Rotab janë ato hurmat e reja, pra hurmat e njoma, që ende nuk janë pjek që shdohet. Thotë nëse nuk gjen, atëherë me bë me temër. Temër janë këto hurma që i njohum ne. Thotë kur hurma arrin pjekët atë fazën përfundimtare të pjekjes saj. Thotë nëse nuk gjen, atëherë do me bë iftar me ujë. Thotë argument për këtë është hadithi Aishës radhiyallahu anha, që pejgamberi ose tregon për pejgamberin thotë kana nebiu sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala ratabat. Thotë pejgamberi gjithmonë bënte iftar me hurma të njoma. Fa in lam yajid fa ala tamarat. Thotë nëse nuk ka gjetur hurma të njoma, atëherë ka bë iftar me hurma të pjekta. Fa in lam yajid hasawatin min al-ma. Hasawatin min al-ma. Thotë nëse nuk ka gjetur, atëherë ka pi disa glënka ujë. I ka pi disa glënka ujë. Thotë nëse njeriu nuk mundet me gjetë këto gjëra që unë përmend në hadithën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atëherë thotë me çdo ushqim që bën iftar është e lejuar në Islam. Nëse nuk gjen ushqim hiç, atëherë bën iftar vetëm me njët. Dhe bën njët që e ka prish agjerimin. Pastaj njëjta pyetje, do thotë për njëjtën pyetje ju ka drejtuar Xhimrin e pyetja tjetër, Allahu mëshiroft, ka thonë a ka njeriu shpërblim nëse i kushton rëndësi këtij prioriteti që e ka vepruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ose kësaj përparësie që i ka dhënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këto ushqime. Nëse edhe kë i kushton rëndësi edhe ruan këtë përparësi që e ka përdorur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjatë iftarit, a ka ky shpërblim te Allah subhanahu wa taala? Pra spari nëse gjan rutab, hurmat njoma me rutab, nëse jo atëherë me hurma pjekta, nëse jo me ujë. Shehu Shpërgjit ka thonë ai që e vepron këto si pasim i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atëherë padyshim që ka shpërblim për pasimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka shpërblim pse po pason pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në veprat e tij. Edhe pse thotë këto gjëra janë gjëra mubah, janë gjëra të lejuara në Islam. Mirë po thotë çdo gjë që është mubah në Islam, nëse veprohet duke llogarit shpërblimin e Allah subhanahu wa taala, atëherë kemi pas shpërblim te Allah subhanahu wa taala. Prandaj që e bën këto duke shpresuar shpërblim në Allah subhanahu wa taala, atëherë do thotë ka me gjetë shpërblimin te Allah subhanahu wa taala. Për këtë thotë dietarët kanë thonë që gjërat e zakonshme, pra adetet, gjërat që janë zakonshme për njerëz, nëse i bën me niyet mirë, atëherë këto kthehen edhe bëhen ibadete. Don adetet nëse i bën me niyet mirë, pra me niyet që me adhuru Allah subhanahu wa taala, apo më forcu për adhurimin e Allah subhanahu wa taala, apo si pasimi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atëherë këto kthehen edhe bëhen ibadete. Pra bëhen adhurim te Allah subhanahu wa taala, për cilin kemi pas shpërblim te Allah subhanahu wa taala. Kurse komisioni për hershëm është pyet për fatva, është pyet ka thonë nëse një njeri i cili agjeron gjatë Ramazanit është udhëtar në një vend tjetër, edhe nuk gjen thot asgjë për me bëj iftar veç se ujë. Të si me zgjedh këtë problem? Pra nuk gjen hurma, nuk gjen rotab. Atëherë përgjigj ka thonë se njeriu është agjerueshëm edhe perandon dielli, edhe nuk gjen asgjë tjetër për me bëj iftar veç se ujin, atëherë thot bën iftar me ujë. Por arsye se thot iftar me bëj iftar me rotab, me hurma të njoma apo me hurma të pjekta, kjo është vetëm e pëlqyeshme. Nuk është obligative. Nuk është obligative. Sheikh Uthaymeen, Allahu mëshiroft, është pyet ka thonë për hadithën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që thamë edhe më herët, tasahharu fa inna fi sahuri baraka. Çonin sufër me hangër bokse se sufër ka bereqet, që është qëllimi me bereqet këtu. Pra ne e morëm një përgjigje prej Sheikh Ibn Xhabrinit rreth kësaj. Kurse Sheikh Uthaymeen shton thotë qëllimi me bereqet këtë hadith është bereqeti shariatik edhe bereqeti në trupin e njeriu. Ose i përket bereqetit
shariatik është se njeriu do thot me zgjuar kur zgjohen sefer me hangër bot, thot kjo është pi pasime tunit pejgamberit sa. Pra e pason edhe e çet në praktik urdhën e pejgamberit sa. Prandaj për këtë kemi pas bereqet në shpërblimin e Allah subhanahu wa taala. Thot kurse bereqeti trupor është se njeriu do thot kur han sefer e ushqen trupin e tij dhe forcohet për agjerim, edhe që thamë më herët për kryen e urdhave edhe adhurime të Allahut subhanahu wa taala. Shejh Fauzani është pyet edhe ka thonë Allah rujt, ka thonë pejgamberi sa ka thonë ma zalet ummeti bi khairin ma ajalu al-futura wa akharu as-suhura. Thot ummeti im ka më qenë gjithmonë hajër. Ummeti im ka më qenë gjithmonë hajër përderisa e shpejtojnë iftarin edhe vonojnë syfyrin. Pra shpejtojnë iftarin edhe mehen në kohën e tina sithen edhe vonojnë syfyrin deri në fund kohës. Thot ky pyet se thot unë gjithmonë bëj iftar më një herë se e dëgjoj muezinin e lagjes tonë që po thret ezan. Thot ndërprena pi hëngrës edhe pijes, pra pi ushqimit, thot momentin kur muezini e ndërpren ezanin e tina për sabah. Ose thot kur e dëgjoj muezinin e fundit të lagjes tonë. Thot a ka më në këtë problem që u përmend këtë hadith pejgamberit sa sa. Pra ja kam qëllu të vërtetës që unë e bëj iftar më një herë si të koha edhe e vanoj syfirin deri në fund kohës tina, do thot kur muezini është nga fundi i ezanit tina. Atër shehu shpërgjigje ka thënë që me vonu iftarin deri sa ti të vërtetoj që ka përëndu dielli, edhe me shpejtu vërtet iftarin kur ti e vërteton që ka përëndu dielli, apo me vonu syfirin deri sa ti e vërteton që do thot ka hy koha sabajt, do thot ka agu dita, thot kjo është pi sunetit pejgamberit sa sa. Mirë po, ezani e muezinit thot nuk është një gjë në cilën ti duhet mbështetesh këtë çështje. Përveç thot nëse e din që muezini është njeri i besueshëm, edhe do thot i qëndron besnik hadithet pejgamberit sa sa, edhe e din kur duhet me thirr ezanin për kur të hyn koha sabajt, edhe kur duhet me thirr ezanin kur dal koha e iftarit, pra kur hyn koha e iftarit ose dal koha e agjerimit. Por ndryshe thot më mbështet vetëm në takvim ose do thot në ezanin e muezinit, kjo nuk ka, me këto nuk e arrin shpërblimin që ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi në këtë hadith. Për arsye se pejgamberi sallallahu alajhi ka treguar që tek muezini ose ezani i muezinit do të më mbështet nëse ai është i besueshëm. Që ka thënë për shembull në hadith inna Bilalen yu'adhdhinu bilaylin. Vërtet Bilali thirr natën. Sa kjo ka qenë ezani që njerëzit mi zgju për me hangër syfër. Fa kulu washrabu hatta yu'adhdhina ibnu ummi maktum. Prandaj thot hani dhe pini derisa të thret ezanin ibn ummi maktumit. Thot wa kana rajulun a'ma. Vazhdon të transmetues se thot edhe ibn ummi maktumi ka qenë njeri i verbër. Pra nuk e ka ditë kur hyn koha sabaj, nuk e ka pa, ka qenë i verbër. La yu'adhdhinu hatta yuqala lahu asbahta asbaht. Thotë nuk e ka thirrë ezanin derisa tjerët i kanë kallëzuar edhe i kanë thonë që hyri sabaj çusi ezan. Po ka qenë njeri i verbër. Edhe pejgamberi sa sa do thotë ka urnuar që me hangër pi derisa të thirrë ky ezan. Pastaj Ibn Xhibrini Allahu mëshiroft të shpit ka thonë ka ndonjë dua të lehtësuar që është sunet për agjerusin me thonë gjatë iftarit ose kur bën iftar. Edhe thot kur është koha e duas. Po kur është koha që me bë dua për agjerusin ose ato dua që janë lehtësuar dhe kanë sunetet beson kur duhet mi bë, kur është koha tyne. Atëherë është përgjigj ka thonë që kanë disa dua, disa lutje për pejgamberin sa thonë, të cilat duhet t'i thotë agjerusi gjatë iftarit tina. Prej tyne thotë është hadithi i pejgamberit sa thonë, i cili është lut kur ka bërë iftar dhe ka thonë ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Do të thonë që venat, do thotë etja u largua ose u shua, venat u lagën edhe mbet shpërblimit e Allahu inshallah. Thotë gjithashtu pejgamberi sa ka thonë Allahumma inni laka sumt wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. O Allah, unë për ty kam agjëru edhe me rrezikun e furnizimin tënd po bëj iftar.
Prandaj pranoj për meje këtë agjerim, vërtet ti je që dëgjon shumë, ti je shumë dëgjuesi edhe i gjithdijshëm. Gjithashtu thot pejgamberi sa ka thonë, Allahumma ya wasi al maghfira ighfir li, wa ya wasi ar rahma irhamni. O Allah, te ke përfshi me mëshirën me faljen tënde çdo gjë, prandaj më fal mua. Edhe ke përfshi, do thot me mëshirën tënde çdo gjë, prandaj më mëshiro mua. Kurse koha, ka do thot hadithe tjera ose lutje tjera që ju transmetuan sunet pejgamberit sa që do të më bë, pra lutje që do të më bëj gjatë iftarit, atë edhe koha e duas është momentin e iftarit. Po momentin kur ti bën iftar i thu këto lutje, e lut Allah subhanahu taala me këto lutje që kanë në sunetin e pejgamberit sa. Pastaj komisioni për hershëm për fetva është pyet ka thonë sa është koha mes syfyrit edhe namazit sabahit. Pra kjo është çështje më e rëndësishme. A ka kohë mes syfyrit, pra mes syfyrit kur te e përfundon ushqimin, edhe bën jetë me agjeru edhe namazit sabahit. Ata e përgjigjen ka thonë që koha e syfyrit zgjat derisa të hyjë koha e sabahit. Pra nuk ka kohë ndërmjetme. Koha e syfyrit zgjat derisa të hyjë koha e sabahit. Sot argument për këtë është ajeti Allah subhanahu taala që ka thonë wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Hani dhe pini derisa juve t'ju bëhet e qartë peri barpi peri zi në agim, fajr. Pra derisa bëhet në agim kur bëhet atëherë koha e sabahit. Prandaj namazi i sabahit në arabisht quhet salatul fajr. Namazi i fajrit, pra namazi i agimit. Si të në agimi, hyn koha e namazit të sabahit. Prandaj nuk ka kohë ndërmjetme mes syfyrit që do të më lën edhe namazit sabahit. Thot gjithashtu pejgamberi sa ka thonë inna bilalan yu'adhdhinu bil-layl fakulu washrabu hatta yu'adhdhina ibnu maktum. Muttafaqun ala sihhatihi. Thot vërtet Bilali thirr natën ezanin. Kurse Johani dhe pini derisa të thirr ezanin për sabah ibn maktum. Prandaj thot çështja se më herët ibn maktum ka qenë njëri i verbër, edhe nuk e ka thirr ezanin derisa i ka thënë njerëz asbahte hyni koha sabahit. Hyni koha sabahit. Pra kjo tregon që nuk ka kohë ndërmjetme mes syfyrit edhe sabahit. Mirë po koha e syfyrit zgjatet deri ose përfundon me hyrjen e kohës sabahit. Prandaj thotë është e pëlqyeshme që me vonu syfyrin, pra me hangër syfyr derisa të hyjë koha e sabahit. Shej Fauzani, Allah e rujt, është pyetur dhe ka thonë, kam dëgju prej disa kolegëve të mi që punojnë me mua së bashku në zyre, që ata hajnë syfyr kur është ora 1 natës. Pra pas mes natës, ora 1. Edhe thot pastaj flajnë me 1 të agjerimit. Mirë po thot flajnë deri në orën 9 ditës. Edhe thot që atër kur zgjohen, në orën 9 ditës, ata e falin sabahin. Në atë kohë. Edhe pastaj thot shkojnë punë. Çfarë është thot vendimi islam për këtë vepër tyre? Atër shehu shpërgjigj ka thonë kjo punë e tyre nuk lejohet në islam nga disa aspekte. I para është thot se ata e kanë kundërshtuar sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në syfyr. Pra e kanë ofruar syfyrin, edhe nuk e kanë shtyr syfyrin, nuk e kanë vënuar ashtu siç ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam deri në afër kohës së fajrit, pra afër kohës së agimit. E dyta thot është se ata kanë flajt për kohën e namazit ose të namazit të sabahit. Thot edhe nuk e kanë fal namazin e sabahit në kohën e tyre, plus nuk e kanë fal namazin e sabahit me xhamat. Pra thot në këtë vepër tyre ata i kanë lënë dy obligime të mëdha. E para thot e kanë vënë kohën e namazit të sabahit prej kohës së saj, thot edhe kjo humbje e kohës namazit të sabahit thot ka ardhur kërcënim i madh prej Allah subhanahu taala për atë i cili e vonon namazin e sabahit jashtë ose namazin në përgjithësi jashtë kohës së tij. Thot edhe dyta është se ai e ka lënë namazin me xhamat, edhe thot kjo është haram, është ndaluar edhe ai i cili lën namazin me xhamat pa arsye ka bëjë gjuna te Allah subhanahu taala. Prandaj thot këta obligim për këta njerëz është që mu pendu te Allah subhanahu taala për këtë vepër tyre. Thot edhe në të ardhmen me vonu syfyrin deri në kohën e tina. Edhe thot me fal namazin në kohën e tina së bashku me xhamatin e muslimanëve. Pra thot obligim për këta njerëz është që ata mi kushtuaren si namazit para gjitha tjerave. Pra si se thot namazi është shtylla e islamit.
Pra shtylla e dytë për shtyllave të Islamit. Thotë kjo është më i fortë, pra obligim më i fortë te Allah subhanahu wa taala, më i konfirmuar se sa agjerimi. Madje thotë te shumë dietar agjerimi nuk pranohet as adhurime tjera, as vepra tjera, përveç se pasi që njeriu të kryen ose të fal namazin është sipas mënyrës që e ka lirësuar Allah subhanahu wa taala. Pra shumë dietar thotë ka mendimin që as agjerimi, as vepra tjera nuk pranohen te Allah subhanahu wa taala vetëm atëherë kur njeriu e fal namazin në mënyrën ose apo rrugën që e ka lirësuar Allah subhanahu wa taala dhe pejgamberi i tij. Por ndryshe nuk pranohen vepra tjera. Pastaj Sheh Salih Uthaymin është pyet, Allah më shëroft, ka thonë, unë kam qenë kujdesshëm edhe kam përcjell kohën e agimit sipas mundësive të mia. Thotë edhe kam menduar që ende ka mbet koha e natës. Edhe jam çu thot për syfër. Me hangër syfër. Mirë po thot, duke hangër syfër, duke hangër ushqimin e syfyrit, thotë kam dëgjuar ezanin e sabahit. Thotë në moment e kam hedh kafshata prej gojëve. Edhe kam vënë jetë me agjeru. A e kam agjerimin sakt? Sheh Uthaymin në përgjigje ka thonë po, agjerimi jote është i sakt. Për arsye se thotë ti nuk e hangër pasi që të është bërë ty e qartë që ka hi koha agimit. Prandaj agjerimi i jot është i sakt te Allah subhanahu wa taala. Pastaj do thotë vijojnë fatvat e dietare rreth kohës së fyrit edhe kohës të imsakut edhe kohës të iftarit. Kur hyn, kur del, edhe çështje tjera që kanë të bëjnë me këtë, mirë po për këto inshallah do të vazhdojmë nesër. Allahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.